Shumica parlamentare do të ketë numrat e nevojshëm në votimin me badinter për të kaluar dhe miratuar ligjin për përfaqësim të drejtë në kuvend. Izet Mexhiqi, një nga liderët e koalicionit Vlen, thot se me këtë ligj përfaqësimi i drejtë dhe adekuat nga marrëveshje gojore kalon në ligj dhe zgjidh përgjithmonë këtë problematik. Sipas Mexhiqit, ky ligj është edhe në interes të deputetëve që përfaqësojnë në kuvend etnik jo shumicë. Badintere, domethënë besoj që gjithë deputetët jo Maqedonas, të cilët përbëjnë badinterin, janë të interesuar që kjo çështje e cila nuk s'ka qenë zgjidhur asnjëherë me formë ligjore, ka qenë në formë gojore dhe në formë domethënë të partneritetit qeveri, është mundësia e parë që kjo të zgjidhet në mënyrë ligjore, të ketë ligj të posaçëm dhe nuk kam dilemë që asnjë deputet jo Maqedonas pra nuk dëshpërzon këtë mundësi pra për ta votuar ligjin që është konform interesave të popujve të basive jo Maqedonase në parlament. Ligjin para deputetëve do ta prezantojë dhe do ta mbrojë zëvendës kryeministri i parë Bekim Sali. E keni fjalën i besuari i qeverisë në parlament? Unë jam i besuari i qeverisë në parlament që do ta mbrojë ligjin para deputetëve. Pavarësisht paralajmërimeve për mbështetje të zgjeruar, ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat nuk e mbështesin dhe për më tepër do ta kundërshtojnë opozita shqiptare. Nga BDI thonë se ligji nuk ka të bëjë me përfaqësimin e drejtë dhe adekuat.